nga erdhi gjithë frymëzimi për këtë roman? Atëherë 2025 si them, se drejtën gjithë vitet e jetës time është shumë intensiv, por unë që për 4 vitesh jam bërë edhe mam dhe kjo e shton intensitetin. E vërtet. Por 2025 ka qenë realisht një vit i gjatë udhëtimesh, se kemi qenë shumë të angazhuar me punë, me projekte nga më të ndryshmet dhe ndërto ka qenë dhe një bum botimesh pas gati 3 vitesh. Unë në këtë periudhë kam shkruar goxha, por nuk kisha botuar për shkak se isha duke kërkuar dhe momentin e duhur. Plus kisha shumë dëshirë si fillim isha nisur të botoja librin e djalit, një libër më prallë që isha shkruar. Dhe romani i erdhi kretë në mënyrë spontane dhe duke sikur i hanë edhe kohën njëri tjetrit, po janë dhe dy zhanra krejt ndryshe. Në aeroport nuk shitën Bibla, ka ardhur si ide duke dëgjuar radion. Ju e dini që unë kam vetëm bashkëbiseduese e këndshme në radio me Mikesha, por dëgjuese e rregullt ndër shumë vite. Unë kam shumë vite që nuk shoh televizor, të them drejtën, shumë vite. Dhe radio në çdo moment më shoqëron në punë, gjëja e parë që bëj sapo hap programin të punës është shëndes radion. Pse libri është shkruar nga tetori deri në nëntorin 2024. Pak kishte një vit që është shkruar, por unë kam marrë goxha kohë sepse doja edhe të kishte një redaktim shumë të mirë, doja të jepja seriozitetin e duhur. Pastaj thash isha duke më marrë me librin e djalit paralelisht dhe nuk doja që të dy botë përplasin njëri sepse secila letërsi dhe zhanri botimi ka nevojë për kohë dhe hapësirën e vet përderisa ti po i boton. Nuk e tha askush si tok fjalësh, po si thua trurit i ngelën disa grimca në mendje dhe duke qenë se kisha për të udhëtuar në atë periudhë,